Денеска, во вториот ден, каде што учествуваме како делегација од Република Македонија во Светскиот форум за трговија, имавме можност да учествуваме и во министерскиот состанок, каде што ние како Република Македонија ја поддржаваме декларацијата која е поттикната од страна на Светската трговска организација, што се однесува на соработка и нормативниот дел и правниот дел на започнување на постапка за да направиме една генерална правна рамка каде што ќе го поттикнуваме трговијата. Значи, ние како Република Македонија сме првата држава од Западниот Балкан која поддржуваме оваа иницијатива и сме вклучени директно за да и во Република Македонија нашата легислатива да биде во согласност со легислативата што ќе биде предложена од страна на најголемите членки на Светската трговска организација. Ова е многу важно за нашата држава, посебно е важно за нашите мали и средни предпријатија, која ќе има дополнителна можност за да тргуваат со целиот свет, што ќе го поттикнеме предприемништвото, но истовремено ќе го поттикнеме и ќе го развиеме предприемништвото во малите и средните предпријатија во Република Македонија. Освен тоа, имавме неколку средби и со различни компании, глобални компании, каде што ги презентиравме можностите што ги нуди Република Македонија, што се однесува до инвестирањето и ги повикнавме за да дојдат да ја поседат Република Македонија, а истовремено и да направат планови за да инвестират во Република Македонија, што ќе придонесе на нови работни места, но истовремено ќе придонесе и на зголемување на извозот од нашата држава. Генерално можам да кажам дека сме имале многу успешна посета и учество во форумот тука во Давос и веруваме дека ќе даде конкретни плодови и ќе имаме многу посети од различни компании кои во вистински момент ќе земат одлука и да инвестираат во нашата држава. Прасот jemi në ditën e dytë në kuadër të Forumit Ekonomik Botror, ku unë si Ministri i Ekonomisë marr pjesë. Sot kisha mundësinë që të marrim pjesë edhe në takimin e ministrave të ekonomisë, pa ministrat të cilët janë përgjegjës për tregtinë e vendeve. Unë si Ministër i Republikës së Maqedonisë pata mundësinë që të përkrahë edhe iniciativën e cila është ndërmarrë nga ana e organizatës botërore të tregtisë për një deklaratë të përbashkët, të punojmë për kornizën juridike sa i përket tregtisë elektronike apo të njohur në opinion si e-commerce. Kjo është shumë e rëndësishme për kompanitë e Republikës së Maqedonisë, marr parasysh që edhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme do të kenë hapësirë më të madhe për të tregtuar me kompanitë evropiane, por edhe ato globale, po njëkohësisht edhe Republika Maqedonisë do të bashkohet edhe vendeve më të zhvilluara sa i përket tregtisë elektronike. Më gëzon fakti që ne si shtet jemi shteti i parë nga shtetet e Ballkanit perëndimor të cilët e përkrajmë këtë iniciativë dhe i kemi bërë të gjitha paraprgatitjet që të fillojmë negociatat direkte me organizatën tregtare, pra ndërkombëtare, kështu që edhe Republika Maqedonisë të bëhet pjesë me normativën e kësaj organizate dhe kështu të kemi mundësinë që ndërmarrjet tona të shfrytëzojnë këtë mekanizëm me vetëm qëllim që ato të rrisin produktivitetin e tyre, efikasitetin e tyre, por njëkohësisht të fitojnë edhe tregje të reja. Përveç kësaj, ne kemi pasur takime edhe me shumë kompani të njohura ndërkombëtare, me të cilat kemi diskutuar rreth mundësive për të investuar në Republikën e Maqedonisë, por njëkohësisht i kemi njoftuar ato edhe me klimën e biznesit në vendin ton, edhe me rrethanat e fundit, marr parasysh që Republika e Maqedonisë është edhe një ndër vendet më të sigurta për të bërë biznes dhe presim që pikërisht këto ditë të përfundojë edhe procesi apo përfundimi i marrëveshjes presme me ratifikimin në Parlamentin e Greqisë dhe kjo të hapi një perspektivë shumë të madhe që kompaninë ndërkombëtare të vizitojë Republikën e Maqedonisë dhe marr parasysh
edhe ofertën që ne e kemi sa i përket të mbështetjes së investimeve, të marrin vendime që të investojnë sa më parë në Republikën e Maqedonisë, e cila do të rrisë jo vetëm eksportin nga ana e shtetit tonë, por njëkohësisht do të rrisë konkurrentshmërinë, do të sjellë në vendin tonë know-how, por njëkohësisht do të hapim edhe vende të reja të punës. Pra, në përgjithësi, mund të konkludoj se kemi pasur takime shumë të fryshme dhe kemi pasur një vizitë në këtë forum shumë të rëndësishëm, i cili besoj që frytat e tij do t'i japi sa më shpejt që është e mundshme. Prandaj.